5 minuta me Zotin. Të lindesh përsëri. Tashti, nder farisenj, ishte një njeri që quhej Nikodem, një nga bujarët e judenjve. Ky erdhi natën te Jezusi dhe i tha: Rabi, e dim se ti je mësuesi që erdhi prej hyjt, sepse askush s'mund t'i bëj këto mrekulli që i bën ti, po që se hyji nuk është me te. Gjatë krejt kohës së Pashkëve të dashur dëgjues, do ta lexojmë Ungjillin sipas Gjonit. Zotëria i ngjallur e shpalli plotësinë e qenjes së vet. Gjoni e përvetsoi në mënyrë të mrekullueshme atë gjë që mësuesi i tij e thoshte. Lejoj që shpirti i Zotërisë së ringjallur ta përftonte plotësisht. I sodiste të gjitha në heshtje dhe i shënonte në Ungjillin e vet. Në mesin e farisenjve kishte një përjashtim. Ky ishte Nikodemi, i vetmi për të cilin Ungjilli na thot se u interesua për Jezusin. Me siguri ju desh që të jetë tepër i motor. Nuk kishte guxim që publikisht të takonte Jezusin. Ai nuk i vente leqe, por dëshironte të bisedonte me te në mënyrë serioze. E dinte shumë mirë se Jezusi është i veçantë, i ndryshëm prej të gjithë rabinëve tjerë. Për këtë arsye kishte dëshirë të madhe që me te të fliste haptas. Kishte mundësi të takonte vetëm natën. I fshehur prej shikimeve të gjithëve që donin të dinin gjithçka, natën erdhi tek Jezusi. Nga mënyra e afrimit të tij, shihet se sa shumë e nderonte Jezusin. Besonte se Jezusi erdhi prej hyjt. Besonte se ato gjëra që i bënte nuk kishte mundësi t'i bënte pa hyjin. Në të gjitha sistemet totalitare, kishte dhe do të ketë Nikodema të shumët. Ata në vetvete në thellësi besojnë, por nuk janë në gjendje që këtë gjë ta paraqesin publikisht. O Zot, po të lutem për ata njerëz të cilët edhe sot e kësaj dite për shkak të frigës që mos të humbasin punën ose që të mos ndëshkohen e dëshmojnë fenë në fshehtësi. Po të lutem për qëndrueshmërinë e tyre. Shpërblej për shkak të frikës që kanë e cila i pengon. Le të vi dita që lirisht dhe pa frikë ta jetojnë besimin e tyre dhe t'i pranojnë sakramentet. Jezusi ju përgjigj: Për një mend po të them, kush nuk lind përsëri prej së larti, nuk mund ta shohë mbretërinë e hyjit. Të gjithë ungjilltarët flasin për mbretërinë e hyjit ose të qiellit. Ky është i vetmi vend në të cilin Shën Gjoni e përdor këtë thënie. Ai në vend të kësaj fjale përdor fjalën jetë ose jetë e pasosur. Me njeriun duhet të ndodhë diçka e re, që të ketë mundësi të afrohet atyre të vërtetave për të cilat Jezusi flet. Në njeriun duhet të ndodhë njeriu i ri. Me fe të cilën e pranojmë, hymë në jetën e pasosur, me të cilën fillojmë të jetojmë. Ajo na bën të aftë të fillojmë të jetojmë plotësinë e jetës që realizohet në bashkimin e plot me hyjin. Si është mundur, i tha Nikodemi, të lind njeriu kur është i muqëm? A thua mund të hyjë përsëri në barku në nënës së vet të lind? Fjala e Jezusit Nikodemit i duket e pakuptueshme. Ai në mendimin e vet nuk ka mundësi të ngrihet përmbi horizontalen. Nuk del prej logjikës së vet. Ai mbetet në jetën materiale, në jetën e ndjenjave dhe në atmosferën e trupit. Jezusi u përgjigj: Për një mend po të them, kush nuk lind me anë të ujit e të Shpirtit Shenjtë, nuk mund të hyjë në mbretërinë e hyjit. Jezusi vazhdon që të mësojë Nikodemin: Njeriu duhet të ripërtrihet për brenda.
duhet të lindë përsëri. Me këtë lindje fillon një jetë e re, jeta shpirtërore. Edhe pse jeta shpirtërore është e lidhur me jetën trupore, e të i kalon atë, është më e lartë se jeta e trupit. Prapse prap, vetëm të dy së bashku e formojnë tërësinë e njeriut, personalitetin e tij. Për këtë arsye njeriu e ka gjithmonë të mundur që të lindë përsëri. Kjo jetë fillon me pagzim dhe jetohet në vazhdimsi duke u ripërtri në shpirtin e hyjt. Pa këtë rilindje të brendshme nuk ka hyrje në mbretëritë e hyjt. Çka lind prej mishit, mish është, e çka lind prej shpirtit, shpirt është. Mos u çudit që të thash, duhet të lindni përsëri prej së larti. Që nga pagzimi, në ne ka filluar jeta e re e hirit, jeta që e lind shpirti. Shën Pali thot se shpirti i hyjt është vendosur në ne. Po a nuk e dini se ju jeni tempulli i shpirtit shenjtë? A jam shpirtëror? A është shpirti i hyjt i pranishëm në mua? Era fryn në drejtimin që do. Ja dëgjon ushtimin e nuk din nga vjen e ka shkon. Kështu ndodh edhe me secilin që lind prej shpirtit. Simboli i shpirtit është era. Përngjasimi është i fortë dhe domethënës. Era ka në vetvete forcën, vjen dhe shkon, nuk dim nga vjen dhe ku shkon. Secili i pagzuar e merr forcën e shpirtit që e nxit për brenda. Me duhet që t'i hap mjaftueshëm velat e brendisime që në to të fryn fuqia e shpirtit e hyjt. A e kam në vetvete në mënyrë të mjaftueshme shpirtin e hyjt? A e ndjej në vetvete këtë forcë të padukshme? Hyjt të ndihmoft që secilën ditë të lindesh përsëri.